Sot do t'i futemi thellë një ideje vërtet të fuqishme nga psikologjia Carol Dweck. Ideja është kjo: besimi që kemi për aftësitë tona nuk është thjesht një mendim kalimtar. As pak. Në fakt, është një udhkryq thelbësor që përcakton nëse do të arrijmë sukses apo do të mbetemi në vendnumro. Pra, gjithçka fillon me këtë pyetje, dhe përgjigjja që japim vetes na vendos në njërin prej dy rrugëve, dy shtigjeve krejtësisht të ndryshme me destinacione po aq të ndryshme. Le të zhytemi pak më thellë. Dhe pikërisht këtu gjërat ndahen. Një ide e vetme, por që krijon dy botë kuptime krejtësisht të kundërta. Këto dy mënyra të menduarit do të formsojnë më pas çdo përgjigje tonë ndaj sfidave, dështimeve, madje edhe suksesit. Në njërin anë kemi mendësinë fikse. Këtu besohet se aftësitë janë të paracaktuara, si letrat që të bjen në dorë në një lojë, ose je i zgjuar ose nuk je. Përpjekja, ajo shihet si shenjë dobësie. Pastaj në anën tjetër kemi diçka krejtësisht të kundërt, mendësinë e rritjes. Këtu aftësitë shihen thjesht si një pikë nisje. Ato mund të zhvillohen, të kultivohen përmes punës, përkushtimit dhe mësimit të vazhdueshëm. Mirë, kjo është teoria, po në jetën e vërtet si duket kjo gjë? Le të shohim se si këto dy mendësi shfaqen në praktik përmes dy historive krejtësisht të ndryshme. Le të njohim Lonin, një dizajner grafik, që i vogël të gjithë i thoshin se kishte një talent të lindur, dhe këto lëvdata, pa e kuptuar, i ndërtuan identitetin rreth kësaj ideje. Ai ishte thjesht i talentuar, pa pasur nevojë të sforcojë. Por ja ku vjen sfida. Në punë i kërkohet të mësoj modelimin 3D, diçka krejt e re që e nxjerr totalisht jashtë zonës së tij të komfortit. Dhe ja ku del në pa problemi i vërtet, zëri i brendshëm i mendësisë fikse. Frika e Lonit nuk ishte thjesht dështimi. Jo. Frika e tij më e madhe ishte se po të provonte dhe të mos ishte perfekt menjëherë, do të shkatronte imazhin e tij si talent i lindur. Pra, ai zgjodhi të mbetej në vend për të mbrojtur një etiketë. Në thelb, burgosi potencialin e tij. Tani le të kthejmë faqen dhe të kalojmë në anën tjetër të spektrit. Kjo është Erisa, një studente që sapo ka filluar inxhinierin, një fushë e njohur për vështirësitë e saj. Shumë shpejt Erisa përballet me një pengesë të madhe. Bam, në provimin e parë të rëndësishëm, ajo merr një notë shumë më të ulët nga sa priste. Për dikë me mendësi fikse, kjo do të ishte prova përfundimtare. Nuk jam bërë për këtë punë, por jo për Erisën. Për të, nota e ulët nuk ishte një gjykim për inteligjencën e saj. Ishte thjesht informacion, një sinjal i qartë që i thoshte se metoda e saj e studimit nuk po funksiononte dhe se duhej të gjente një strategji të re, kaq e thjesht. Dhe kjo tabel, shikojeni pak, e përmbledh në mënyrë perfekte gjithë këtë histori. Kontrasti është i pabesueshëm. Aty ku Erisa e pa dështimin si një mësues që po i tregonte rrugën, Loni e pa si një gjykatës që po i jepte dënimin. Aty ku Erisa i përqafoi sfidat si mundësi për të rritur, Loni i shmangu ato nga frika se do duke i paaft. Njëra rrugë çon në përmirësim të vazhdueshëm, tjetra në ngeqje totale. Po prisni pak, kjo nuk vlen vetëm për student apo dizajnerët. As pak, ky koncept ndikon thellësisht në çdo aspekt jetës sonë, nga mënyra se si drejtojmë një ekip në punë deri te mënyra se si i ndërtojmë marrëdhëniet tona më të afërta. Për shembull, mendojeni pak në punë. Një lider me mendësi rritjeje krijon një ambient ku njerëzit nuk kanë frikë të eksperimentojnë dhe të gabojnë, dhe kështu i hapet rruga e inovacionit. E njëjta gjë vlen edhe për lidhjet tona. Mendësia e rritjes i sheh vështirësitë si diçka që partnerët mund ta kalojnë së bashku, ndërsa mendësia fikse i sheh konfliktet si provë se ndoshta nuk kemi bërë për njëri tjetrin. Dhe kjo na sjell te pyetja më e rëndësishme nga të gjitha. Pasi kemi zgjedhur një shteg, a jemi të bllokuar në të përgjithmonë apo kemi mundësinë të ndryshojmë drejtim rrugës? Lajmi i mirë sipas Dweck është një po e fortë dhe e qartë. Mendësia nuk është e gdhendur në gur, ajo mund të ndryshohet, mund të kultivohet. Le të kalojmë te disa hapa konkret për të parë se si ndërtohet kjo. Procesi fillon me hapin e parë. Dëgjoj. Bëhu i ndërgjegjshëm për atë zërin e brendshëm kritik që të thotë nuk ja del dot. Hapi i dytë, sfidoje atë zë. Pyet e veten, a është vërtet kështu apo ka një mënyrë tjetër për ta parë këtë? Hapi i tretë është të ndryshosh gjuhën, të fokusohesh te procesi. Dhe së fundi, hapi më i rëndësishëm, vepro. Merr përsipër sfida të vogla për të ndjerë shijen e përmirësimit. Dhe kjo pikë është thelbësore. Ka një ndryshim të madh mes të thënit dikujt "wow, sa e zgjuar që je", që pa dashje ushqen mendësinë fikse, dhe të thënit "wow, më la pa fjalë mënyra se si u qase këtij problemi". Këtu po vlerësojmë procesin, strategjinë,
përpjekjen, dhe pikërisht kjo e ushqen mundësinë e rritjes. Dhe për në fund, kam lënë një mjet, ndoshta mjeti më i thjeshtë, por më i fuqishëm nga të gjithë. Një fjalë vetme që mund të riprogramojë qasjen tonë ndaj çdo lloji vështirësie që na del përpara. Fjala magjike është akoma. Kaq e thjesht. Sa herë mendja thot, nuk jam i mirë në këtë. Thjesht shtohet në fund fjala akoma. Nuk e kuptoj këtë, akoma. Nuk ja kam dal man, akoma. Kjo fjalë e vogël ka një fuqi të jashtëzakonshme. Ajo e transformon një deklaratë përfundimtare, një mur, në një premtim për të ardhmen, në një urë. Ajo pranon se dikush është në një rrugtim mësimi dhe se potenciali është ende aty, duke pritur për të zbuluar. Është një ndryshim i vogël në fjalor, por një ndikim gjigant në perspektivë. Dhe kjo na lëm me një pyetje të fundit për të reflektuar. Duke ditur fuqinë e këtij ndryshimi kaq të vogël, cila është ajo sfidë personale apo profesionale ku mund të fillojmë të aplikojmë këtë fjalë të fuqishme duke nisur që sot?